Shtyllat e pendimit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: pendimi ka 4 shtylla: pendes me zemër, kërkim falje me gjuhë, vepra me gjymtyr dhe vendim i fortë për të mos u kthyer më te mëkati. Në këtë hadith, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson se pendimi i vërtet nuk është vetëm një fjalë apo ndjenje përkohshme, por është një proces i plot që përfshin zemrën, gjuhën, veprat dhe vendosmërinë. Pra, pendimi i sinqert kërkon ndjenjë të thellë, keqardhje në zemër, kërkim falje me fjalë, përmirësim konkret në veprime, si dhe vendim të prerë për të mos u kthyer më te mëkati. Hadithi na mëson se pendimi i pranuar është ai që shfaqet në të gjithë jetën e njeriut, jo vetëm në fjalë, por edhe në ndryshim real dhe të qëndrueshëm.